Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim për zhvillimet e bujshme të ditës sotme, ku gjykata e posaçme ka pezulluar nga detyra Belinda Ballukun në postin e zëvendës kryeministres dhe ndërkohë i ka ndaluar asaj daljen jashtë vendit duke bllokuar edhe pasaportën. Menjëherë pas këtij vendimi, Belinda Balluku ka zbarkuar në zyrën e kryeministrit Edi Rama, ku është duke zhvilluar një takim që siç raportohet thuhet se është i tensionuar. Ndërkohë, këtij takimi i është bashkuar edhe ish ministri i drejtësisë Ulsi Maja. Por çfarë po ndodh tashmë me vetë qeverinë e kryeministrit Edi Rama dhe a janë trazuar ujërat pranë kryeministrit Edi Rama dhe sa rrezikohet vetë ai? Për të folur për këtë çështje, por edhe tematika të tjera mjaft të rëndësishme, ne kemi të ftuar pedagogun e politikës në Universitetin e New Yorkut dhe njëherë studiuesin Grid Roy. Zoti Roy, përshëndetje. Përshëndetje Bardhi, kënaqësi që jam këtu me ju. Zoti Roy, si keni lexuar zhvillimet e sotme që duhet thënë janë mjaft ronditëse sa i përket veprimit të gjykatës së posaçme kundrejt zëvendës kryeministres Belinda Balluku, së cilës ju bë ditur pezullimi nga detyra dhe nga ana tjetër ndalimi i saj jashtë vendit. Unë mendoj se nuk është aq tronditëse sa po e bëjnë mediat ose sensacionalizmi i mediave, për shkak se kjo ishte një pjesë që pritej. Sinjali i parë ju dha zëvendës kryeministres me një lloj butësie, ku ju tregua që ka një hetim ku emri i saj del dhe u lanë të rrjedhin nëpër media disa përgjime, ku bashkëpunëtorët e saj dhe ajo flisnin haptasi për mënyrën e paligjshme se si ishte zhvilluar tenderi, dhe unë mendoj që ky është hapi i dytë, është sinjali i dytë që i çohet kryeministrit për të lejuar ligjin të zbatohet. Mirë po, unë mendoj gjithashtu se nuk duhet të kapemi tek detajet e ditës, duke u nisur edhe nga motoja e portalit tuaj drejtën thelb. Thelbi i situatës sot nuk janë detajet e si do të lejohet apo jo të jap dorëheqjen zëvendës kryeministri Balluku. Ka 3 gjëra që janë thelbësore, të cilat evidentohen edhe më qartë nga ajo që ka ndodhur sot ose që po ndodh sot. Pikës pari duhet thënë që kjo ishte e parashikuar, ne kemi parashikuar që paria e Tiranës është e lidhur e gjitha bashkë dhe është një pari hajnore dhe kleptokratike, thuhet në gjuhën profesionale, dhe oligarkike, e cila ka për qëllim vetëm pasurimin e saj të plot, dhe nga të gjitha çka dalin pak nga pak, vërtetohet për ditë më shumë kjo dhe njerëzit duhet ta dinë këtë. Por janë 3 gjëra, siç e thash, 3 gjëra që janë thelbësore që vërtetohen nga zhvillimet e fundit. Pikës pari është se përtej të gjithë teatrit politik që bën kryeministri, Shqipëria është një diktaturë jakobine. Kryeministrit nuk janë ndjen fare për ligjin. Për kryeministrin nuk vlen asgjë, nuk ka as fytyrë politike, nuk ka as nder politik. Te kalon çdo gjë me nga një batut, sepse është i bindur se njerëzit do t'ja pranojnë këtë batut, është i bindur që ka kontroll të plot mbi oligarkin, duke menduar se ka kontroll tek telat thelbësor të oligarkisë. Kjo është gjëja e parë që evidentohet sot, që del në pah. Gjëja e dytë që pa nxirret sot është lidhja shumë e thellë e asaj që quhet qeveria autokratike, diktatura, siç e quan e ashtu quajtur opozit, me funksionarët e opozitës vet. Në përgjimet që përfliten, dhe pash një kolegun tuaj që në një televizion tjetër përpiqej i shkreti që të nxirrte sinjalin, po emrin nuk e thonte dot. Unë besoj që nuk ka pse të kemi frikë të themi që Flamurnoka ishte ai që përflitej, që është sekretar organizativ i Partisë Demokratike, që shkëmbente mesazhe me vartësin e zonjës Balluku, me atë vartësin i cili bënte tenderat, që e kishte futur në punë zonja dhe i kërkonte nga përgjimet e para që t'ishte besnik, sepse kjo do ishte ardhmja e tyre e përbashkët. Pra këto lloj mesazhesh ku dilte haptasi që zoti Noka, siç përflitet nëpër media, i kërkon para
për të bërë opozit drejtorit të zonjës Balluku, i cili nuk thuhet në media, nuk e di sepse ka një omerta në media, është kunati një deputeti socialist shumë të njohur. Kjo është gjëja e dytë. Dhe gjëja e tretë është që Paria e Tiranës po merr mesazh pas mesazhi që koha e saj ka kaluar. Këto janë të gjitha përshkallëzuara dhe koha e saj ka kaluar dhe ende nuk e dim se cila do të jetë faza e re, por nuk ka më zgjidhje brenda Parisë Tiranës. Do kalojmë edhe te pjesa e flamurnokës, por edhe e bashkëpunimit mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, kur vjen puna për të ndarë llokmën e madhe sa i përket tenderave apo pasurisë publike. Po të qëndrojmë sërish tek Belinda Balluku, e cila pas vendimit të gjykatës posaçme ka zbarkuar menjëherë në zyrën e kryeministrit Edi Rama. Ju si e lexoni këtë lëvizje të Ballukut? Ka shkuar për t'i thënë se mund ta tërheq me vete, apo ka vajtur dhe po diskutohet dhe po negociohet për të shpëtuar nga drejtësia nga njëra anë, apo dhe për të dorëzuar dorëheqjen, ose në një rast tjetër që Edi Rama mund ta shkarkojë? Marrëdhëniet brenda një grupi të strukturuar kriminal, siç është Paria e Tiranës, ndarë në disa grupe të ndryshme, nuk funksionojnë në mënyrën që funksionojnë raportet miqësore midis njerëzve apo raportet familjare. Në çdo raport të ndërsjell të një grupi të strukturuar kriminal, i cili për qëllim ka vjedhjen e shqiptarëve, funksionon duke pasur ajo që në anglisht quhet leverage, ose kundërpesh ndaj kundërshtarit, ose ndaj edhe aleatit. Ashtu ndodhi me zonjën Balluku, me ish-kryetarin e Bashkisë Tiranës, i cili është ende në detyrë sipas gjykatës, zotin Veliaj, ishin miq armiq. E njëjta gjë po ndodh edhe me kryeministrin Edi Rama. Unë nuk di se çfarë po diskutohet atje, por ka dy gjëra që duhen thënë. Spari që tellallët mediatik nëpër media sociale të kryeministrit Rama, të cilët shiten dhe blihen për nga një tender ose për nga një vend, një rrogë në një televizion, kanë filluar të shpërndajnë një gjysmë mesazhi që veprimi i SPAK-ut ose i prokurorisë ose i gjykatës, themi që jemi të sakt, i gjykatës, i GKK-s, është i paligjshëm ose jo kushtetues. Pra ata do ta trajtojnë këtë si një çështje kushtetuese, paria të gjithë bashkë, dhe kjo bashkon edhe Edi Ramën edhe Sali Berishën, sepse të gjithë kanë frikë nga veprimet e mëtejshme. Pra do të thonë, kjo është antikushtetuese, duhet ta rikthejmë edhe një herë SPAK-un në kushtetutë dhe kjo do të jetë mbrojtja e tyre. Së dyti, unë e di që njerëzve ju intereson, thashë themi që a do të hiqet, si do të hiqet. Unë nuk dua të hyj në ato, thashë themet e vogla, le ta bëj atë punë pjesa tjetër e medias së kapur, por në këtë portal që më lejon të them të vërtetën, duhet të thënë një diçka që është analitike. Dhe ajo është që thirrja e ish-ministrit të drejtësisë tregon që ata po kërkojnë një strategji të përbashkët ligjore për të dalë nga situata në një farë mënyre. Pra, unë mendoj që zonjës Balluku i kërkohet që të bjerë mbi shpat. Zonja Balluku nuk do të bjerë mbi shpat, sepse e di që në momentin që zbret nga pushteti të harrojnë të gjithë dhe të lënë në burg, siç është lënë zoti Veliaj. Por zgjidhje tjetër unë nuk shoh që të ketë pa rënë kryeministri. Duhet të thënë një gjë që mos ta harroj. Në një shtet normal, shumë kohë më parë që kurse u kap ministri i financave, që i cili është i arratisur nga drejtësia dhe akuzon kryeministrin për aferat të tmerrshme, të dy hajdut me një fjalë, qeveria duhet kishte rënë, ky kryeminist duhet kishte dhënë dorëheqjen dhe partia e tij duhet ta kishte tërhequr, në qoftë se partia do të ishte parti. Po në fakt është një sekt, siç e kam thënë në një emision tjetër më parë në këtë media, është një sekt që funksionon në bazë të mirave materiale që shpërndan kryetari, dhe nëse kryetari ju jep tendera, ju a blen gjakun me para, me tendera dhe me privilegje dhe me ofiqe, dhe të gjithë janë të gatshëm që të ulin kokën përpara çdo gjë. Pra, këto janë grupe kriminale që nuk kanë moral, dhe si e tillë do të sillet edhe zonja Balluku, edhe zoti Rama, edhe Sali Berisha është do të sjellë si i tillë, edhe Ilir Meta sillet si i tillë. Pra të gjithë që janë pjesë e Parisë së Tiranës janë pjesëtar të grupeve përkatëse kriminale dhe të një grupi sindikate të përbashkët ndërkombëtare të krimit. Duke qenë se Balluku ndodhet që prej mesditës në kryeministri, pra me orë të tëra, dhe më pas këtij takimi mes Ballukut dhe Ramës i është bashkuar dhe ish-ministri i drejtësisë Ulsi Maja, sipas raportimeve në media, kryesisht afër mediave të ish-kryeministrit Sali Berisha, bëhet e ditur se ky takim është shoqëruar me të bërtitura
dhe sherr mes Ballukut dhe Edi Ramës. Ju duke njohur natyrën e Edi Ramës në këtë rast, si mendoni se po e negocion ose po e menaxhon këtë situatë ku tashmë duket se Spaku i është afruar shumë afër, po themi, ndryshe nga sa mund parashikohej? Unë nuk kam lidhje të drejtë për drejta as me Edi Ramën dhe as me Sali Berishën. Do t'i ftoja shikuesit tuaj që të gjykonin vetë vërtetësinë e deklaratave të Sali Berishës, sepse ai shpeshherë i hedh këto shashka dhe pastaj nuk i tërheq më. Por edhe nëse e marrim të vërtetë që aty ka tension, është normale që në një situatë të tillë ku i kërkohet dikujt që të bjerë mbi shpatë të ketë tensione, pra do kishte qenë normale nëse është e vërtetë. Mirë, thelbi nuk është a ka të bërtitura në korridor. Thelbi është që ata janë duke u sjellë si grup kriminal. Në fakt janë përfaqësues të shtetit, janë përfaqësues e mi dhe të tut, sepse të dy kemi në shtetësinë shqiptare. Pra, kur prezantojmë atë pasaportën, si çdo shqiptar që paguan taksa në Shqipëri sot, ne përfaqësohemi nga këta. Këta shkojnë në Bruksel, këta na përfaqësojnë gjithkund. Dhe këta janë kriminal. Kjo duhet për mendimin tim duhet ishte thelbi i mbulimit që të krijojë trysni mbi këtë pari. Kjo pari nuk mund të ta kaloj këtë me thashetheme politike. Pse erdhi Ulusi Manja? Po dihet Ulusi Manja është sekser ligjor, ka qenë ministri i drejtësisë, dihet që Kunati i Fatmir Xhafës është ai njeriu që zoti Berberi, dihet se si janë të lidhur me krushqira, dihet se mbesa e kujt është zonja Balluku dhe mbesa e kujt është ajo zonja tjetër Kokona që u kap para ca ditësh ose u shkarkua para ca ditësh, se nuk e mbaj mend mirë tani se u bën shumë, por pra kanë lidhje të tilla që paria janë të ndërsjell, janë lidhje të ndërsjella dhe duke funksionuar si grup kriminal ku e vetmja gjë që ka vlerë është paraja, ata nuk kanë as besë, as ideal, nuk i lidh asgjë tjetër përveç se këtyre raporteve. Ky është skandali. Skandali i vërtet është ky që shqiptarët përfaqësohen mjerisht për të gjithë ne nga grupe kriminale dhe nuk kanë zgjidhje as në opozitë, se të kishin zgjidhje në opozitë, hajde, por nuk ka zgjidhje as në opozitë. Pra duhet një reformim i sistemit për me dalë nga ky qerthull. Përndryshe do të vazhdojmë të merremi me çfarë i tha Gridi Bardhit, Bardhi Gridit, kush hyri në zyri i pari, pse hyri aty, pse doli ai, që është shumë, domethënë, e mban publikun të ndosur mbas televizioneve, por nuk jep zgjidhje, nuk është gjë e duhur për të informuar njerëzit, sipas meje, mendimin. Çfarë do të thotë kjo situatë ku është përfshirë qeveria shqiptare tashmë, ku numri 2 është goditur nga drejtësia, teksa ditën e nesërme do të mbahet një takim sa i përket procesit të zgjerimit mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, që do të mbahet në Tiranë, dhe ku Shqipërinë e ka vizituar dhe po e viziton aktualisht komisionere e zgjerimit Marta Kos. Po, kjo është një tjetër farsë, unë kam thënë dhe më parë dhe më duhet ta përsëris vetveten, vjen keq, po pyetja është në të njëjtën drejtim, vjen gjithmonë e njëjta pyetje, kështu që unë duhet të jap të njëjtën përgjigje. Procesi i të ashtu quajturit integrim evropian është një farsë e madhe, është një gënjeshtër e madhe, është një rrenë e madhe e cila bazohet në interesat e ngushta të Paris Tiranës për ta mbajtur popullin me propagandë. Nuk ka për të pasur, e kam thënë që në librin tim 2013, nuk ka integrim evropian për Shqipërinë. Nuk ka për të pasur kurrë. Çdo gjë tjetër është propagandë. Nuk ka për të pasur për arsye të caktuara. Në radh parë sepse Bashkimi Evropian i njeh këta se çfarë kriminalësh janë nga të gjitha palët. I ka provuar në raste të caktuara. Në radh të dytë sepse Bashkimi Evropian është në dizintegrim me sipër. Në radh të tretë është sepse jemi në kushtet e një lufte të pashpallur botërore dhe situata ndërkombëtare tani më është prioritare, pra drejton fatin e vendeve të vogla dhe të pafuqishme siç jemi ne shqiptarët. Mund të ketë edhe 3 ose 4 arsye të tjera nga pikpamja profesionale, të cilat unë nuk besoj se ja vlen t'i shtjellojmë, sepse publiku nuk kemi nge ta mërzisim publikun me argumente shumë të sofistikuara. Thënë thjesht, është një gënjeshtër, ka qenë gjithmonë një gënjeshtër, as ata vetë nuk e besojnë. Sepse po të hysh në mekanizmat e Bashkimit Evropian, nuk kanë bërë asnjë lloj analize se si a ju volit apo nuk ju volit. Bashkimi Evropian, po të shohim skandalin e fondeve të IPARD-it, të asaj zonjës ministri që do hapte universitet për Barinjt. Ai është një skandal tjetër, pra janë pezulluar fondet
në këtë gjendje që jemi ne, për çfarë flasin këta? Me këtë tallen këta që i thon shqiptarëve kemi hapur kapitullin X, Y apo Z. Kjo është tani është e çuditshme se si nuk ka një revolt popullore ndaj këtyre lloj lajmeve. Se si njerëzit nuk e braktisin televizionet kur japin kësi lajmesh të cilat janë totalisht të rreme dhe nuk ka asnjë lloj shansi. Përveç të tjerave nuk është zgjidhje Bashkimi Evropian për Shqipërinë. Për kushtet tona, ne kemi nevojë për një shtetkom të konsoliduar, ne kemi nevojë që të bashkërendojmë forcat tona me Kosovën dhe me të gjitha trojet e tjera shqiptare për të krijuar një shtetkom të qëndrueshëm. Ky duhet ishte thelbi i procesit politik. Mund të ndodhi mas 10 vjetësh, mas 50, mas 100, por kjo duhet ishte kahja e politikës shqiptare në të gjitha trojet shqiptare. Mjerisht në Shqipëri kemi të bëjmë me grupe kriminale, të cilat jo vetëm që nuk i duan shqiptarët, po i trajtojnë ata si sklever. Po si është e mundur që nga njëra anë, në këtë rast komisionera për zgjerimin Marta Kos thotë që Shqipëria ka bërë progres në rrugën drejt Bashkimit Evropian, dhe nga ana tjetër shohim se si qeveria korruptohet, pra i dalin për ditë më shumë afera korruptive, përfshi ato më të fundit siç është e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Ajo ka të bëjë me atë çka brenda Kazani, se kryeministri aktual, ai që quhet si diktator Surreli në rrethe popullore, ka dëshirë që të përdori metaforën e Kazanit. Shqipëria është një kazan i madh gjiriz, ku në krye ka dalë më e pëgëra e të pëgërave, më gjirizi i gjirizave. Dhe Evropa këtë e di. Dhe Evropës i duhet që të shoh interesat e veta, siç do të bënte çdo shtet normal, dhe çdo organizëm normal, se Evropa nuk është shtet, është organizëm, ai Bashkimi Evropian po flasim, ata shohin interesat e tyre dhe interesi i tyre primar është që ky kazani me këto të pëgërat e të gjitha llojrave të mos shpërthej, sepse çdo shpërthim, çdo dalje jashtë kazanit i prek edhe ata. Pra, qëllimi i tyre kryesor nuk është që të shpëtojnë shqiptarët nga diktatura e Edi Ramës, as të shpëtojnë shqiptarët nga një mashtrues ordiner siç është Sali Berisha, është që të mbyllin kazanin, që ta lënë këtë kazan të valoj dhe erërat, helmet, poshtërsit, maskarallëqet, le t'i mbajnë shqiptarët sepse aq meritojnë ata. Edhe Evropa nuk na shes si njerëz normal, na shes si njerëz cilët nuk janë të aftë të bëjnë shtet. Dhe ndaj dhe unë them që hyrja në Bashkimin Evropian jo vetëm që nuk është panacea, zgjidhje e të gjitha problemeve, por është një gënjeshtër e madhe, sepse nuk zgjidh asgjë, nuk zgjidh problemin themelor që kemi në shqiptarët, që është të lidhemi për nga kombi dhe të krijojmë një shtet që të mbrojë interesat e këtij kombi. Vetëm atëherë mund të kemi në një shpëtim. Atëherë ndryshon çështja. Atëherë një organizëm ndërkombëtar të pranon si përfaqësues, ndoshta jo i barabartë për nga numri ose për nga fuqia, po të pranon si përfaqësues me dinjitet. Çfarë dinjiteti kemi ne sot? Ne kemi hajnë në qeveri dhe në opozit. Ne kemi njerëz që mblidhen në kryeministri për të shpëtuar zëvendës kryeministrën, cilës i kanë dalë deri tani 250 milion euro të vjedhura. Dhe siç e mbani mend, në një takim të mëparshëm, ndoshta jo me ju, por me një kolegun tuaj në Agora News, kam thënë që ajo që ka dalë në ato përgjimet e para ishte vetëm maja e icebergut. Ja pra që po vërtetohet që kanë dalë tendera pafund. Se zonja ka pasur buxhet miliarda dollar. Përpara asaj kanë qenë të tjerë. Në kohën e qeverisë së Partisë Demokratike kanë qenë të tjerë. Të gjithë janë marrë me të njëjtën metodë pune. Ky është problemi. Duke parë gjithë këtë situatë, sidomos në gjendjen që ndodhet Belinda Balluku, a mendoni se ajo ka aq pushtet sa që ta tërheq me vete Edi Ramën dhe sa rrezikon Edi Rama në këtë rast? Shikoni, në qoftë se kuptohet struktura e Paris-Tiranës, nuk ka shanse që një vartës të tërheq me vete atë që është mbi kokë, atë që është kreu i strukturës. Sigurisht në qoftë se ato që janë pjesët mbështetëse, ata që janë poshtë, ata që e mundsojnë Edi Ramën që të jetë një lloj diktatoruci ballkanik me Selin me kështjellën e vet në Surrel. Në qoftë se ata rebelohen, mirë po ata janë shumë të kënaqur sepse kur është dashur është hapur tregtia e marihuanës dhe ata kanë bërë lek. Tani që janë lidhur me rrjetet ndërkombëtare të tregtisë kokainës dhe të heroinës, ka miliarda dollar që qarkullojnë, të gjithë janë të lidhur me diçka, pra për sa kohë që kjo strukturë që e mban Edi Ramën në krye e quan atë të nevojshëm,
e mendon Edi Ramën si të nevojshëm, atëherë Edi Rama do të jetë në krye. Nuk ka lidhje me çfarë di Belinda Balluku. Mos harroni që në Shqipëri ish ministrat janë vrarë dhe është thënë që është aksident automobilistik dhe është mbyllur vrasja për brenda ditës, është hedhur tutje dhe dheu. Edhe askush nuk flet sot dhe të gjithë e dinë se çka ka ndodhur. Pra, mos flasim sikur jetojmë në hën. Në Shqipëri ka një dorë të fortë që e kontrollon situatën dhe Edi Rama është i pa zëvendësueshëm për momentin. Në momentin që ai përftoi që zëvendësuesi i tij mund të ishte Erion Velia, e bëri çka mundi dhe eliminoi. Besoj përsëri bashkë një bisedë përbashkët me ju, kam thënë që edhe Belinda Balluku duhet të ketë kujdes, sepse në momentin që e ka ndihmuar Edi Ramën që të eliminojë njërin palë, me finokëri politike ai do t'i kthehet kundër. Dhe Edi Rama tani ka mundësinë që t'i thotë duhet biesh mbi shpat, sepse po nuk re mbi shpat, do të ikim të gjithë, dhe të gjithë nuk ikin dot. Dhe keni për ta parë që edhe opozita do të bëjë pjesën e saj për ta mundësuar këtë. Opozita është duke i rënë Belinda Ballukut. Nuk kemi thirrjet opozitës për protestë popullore që të hiqet Edi Rama, sepse po iku Edi Rama, të jeni të sigurt që pastaj bie alibia e arrestimit të shefit opozitës, i cili me paturpsi tha unë nuk e kam marrë atë letrën që më ka ardhur nga Spaku. Pra këto janë të gjitha manovra të brenda përbrendshme. Shqiptarët nuk duhet bien pre e kësaj loje të fliqur. Para pak minutash Spaku ka nxjerrë njoftimin zyrtar ku tregon se si është marrë edhe vendimi i gjykatës së posaçme kundrejt Belinda Ballukut dhe konstatimin e veprimeve të kundërligjshme që kjo e fundit ka kryer sa i përket barazisë në tendera. Ndërkohë shumë kush ka menduar se Edi Rama nuk ka firmosur sa i përket rastit të tunelit të Llogaras, por në një postim që kishte kryer në Facebook, avokat Genc Gjokutaj kishte nxjerrë një vendim sa i përket Këshillit të Territorit, ku ishte edhe firma e Edi Ramës, dhe për këtë mund të lexoj një pjesë të tij ku theksohet që miratimin me kusht të lejes së ndërtimit për objektin e ndërtimit të tunelit të Llogaras me vendodhje në Bashkinë Vlorë dhe Bashkinë Himar me zhvillues Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Dhe siç mund shihet është edhe rasti i firmës së Edi Ramës. Pra, pyetja juaj për këtë, që mund ta kanë pyetje? Se mund duket normale, sigurisht që është me firmën e Edi Ramës. Ku kalon gjë pa firmën e Edi Ramës në qeveri? Kush e mendon atë? Domethënë, premisa e në këtë rast po, vetes avokat është që ne duhet habitemi që kalon një vendim qeverie dhe vendoset firma e kryeministrit. Po sigurisht që nuk kalon një miz në mbledhje qeverie. Jo, patjetër, po vendimet, vendimet e Këshillit të Ministrave janë firmosur me porosi dhe në mungesë të kryeministrit Edi Rama dhe shumica prej tyre janë firmosur nga Belinda Balluku. Në këtë rast është vendimi i Këshillit të Lartë të Territorit, i cili ka të bëjë me tunelin e Llogaras dhe ku gjendet firma e Edi Ramës. Pra deri më sot nuk se ka pasur vetëm fjalë sa i përket aspektit se Edi Rama mund të jetë i përfshirë, por rezulton edhe firma e tij. Po të hapen letrat, firma e Edi Ramës nuk është vetëm atje. Po të hapen letrat tamam, firma e Edi Ramës del shumë gjëra. Del për shumë oligark, të cilët nuk i përmend dot zoti Gjokutaj, sepse ata e paguajnë që të mbrojë pjesën tjetër. Le të flasim hapur shqiptarëve. Po u hapën letrat, nuk ka burr nëne, se duhet t'ja kthej kryeministrit me të njëjtën fjalë. Ai e thot me fjalë më të ndyra, po unë nuk jam ai niveli i tij. Nuk ka burr nëne që të bind kërkënd që gjërat janë bërë pa firmën e tij. Diku në një vend është firma e tij. Ai mund të ketë bërë finokun në tenderat saktuar, por Shqipëria është një lum i madh ose një liçen i madh, kënet e madhe e tenderave të bërë me dorë, e pislëkut politik. Çdo tender që bëhet në Shqipëri është i kontrolluar politikisht, le ta themi këtë haptas, sepse nuk ka nevojë që njerëzit të marrin fjalën time. Le të mos më besojnë mua fare. Le të shkojnë të shohin si ishin këta kur ishin në opozitë, sa para kishin, sa prona kishin kunetrit e tyre, baxhanakët e tyre, sa ju dalin pronat gjyshërve të grave të tyre dhe ti vendosin në peshore me çfarë kanë sot.
Pastaj po t'ju hyj dhe në një strukturë tjetër e specializuar dhe të nxjerrit çka kanë kaluar dorë më dorë, çka kanë shitur etj. Këtu dalim me miliarda dollar të vjedhura, është një shifër që e nxjerr kontrolli i lartë i shtetit, gati 1 miliard pikë 3, 1.3 miliard vidhet nga buxheti i shtetit çdo vit. Pse duhet habitemi ne që ka vënë firmën Edi Rama? Po sigurisht që ka vënë firmën Edi Rama. Po pse ç'a prisni ju? Siç për vendimet e qeverisë kaluare vente firmën Sali Berisha, le të thotë sa doj. Siç për urdhrin për 21 janarit mund ta jep askush tjetër përveç se Sali Berishës. Nuk ka në një shtet si Shqipëria, kryeministri është numri, pavarësisht se në letra është numri 2 i shtetit, presidenti është numri 1 nga protokolli, por në terma të fuqisë reale është numri 1, është njeriu të cilit i bindet gjithkush, është njeriu që ka në dorë çdo lloj leve për të manovruar pushtetin dhe blen dhe shet këdo. Çdo kryeministër shqiptar ka shitur dhe ka bler, deputet, të zgjedhur vendor, ministrat as që bëhet fjalë janë të gjithë shërbëtor, janë gjithë kone, sepse sot janë bërë gjithë pasanik, sot janë pjesa më e madhe ose në për poste të fshehur, diku ku marrin një rrogë të mirë në për borde etj dhe kanë bizneset e tyre, ose janë në për parlament, ose janë bërë biznesmen të mëdhej. Pra këta dolën se ishin njerëzit më të zot për gjithçka në Shqipëri. Më të zot për politik, më të zot për biznes, më të zot për gjithçka. Dhe kunetrit dhe baxhanakët e tyre dhe gjyshit dhe gjyshet e bashkëshortëve dhe bashkëshortëve të tyre, po doja të isha më i keq të thoja edhe të dashurave të tyre, dolën të gjithë pasanik me tapira. Kështu që let mos tallemi edhe një herë, është normale që gjendet firma e Edi Ramës. Nuk ka asnjë mundësi që po t'i hyet thellë çështjeve, mos dali që përgjegjësia, jo vetëm politike, por ligjore i takon kryeministrit vendit zotit Edi Rama. Nuk është i vetmi. Si mendoni, a ka nisur përplasja mes radhëve të Partisë Socialiste sa i përket, sidomos pas kësaj çështje të Belinda Ballukut dhe kush është gëzuar në radhët e Partisë Socialiste, teksa kemi parë sot dhe Elisa Spiropalin mjaft të qeshur krah komisioneres për zgjerimin Marta Kos? Unë nuk do ta gjykoja thjesht se kush duket i qeshur ose jo i qeshur. Sonja Spiropali duhet të ketë ca halle tjera të vetat se edhe ajo ka qenë kryetare e kuvendit dhe ka pasur ca këshilltar si pak si të dyshimt. Por pa e hyrë çështjeve të ish kryetares kuvendit, sot ministre e jashtme. Duhet të thënë që lufta në Partinë Socialiste ka kohë që është haptas. Ka pasur fillimisht një luftë midis brezit të ri, sektit, siç e quante Ilir Meta dikur, që solli Edi Rama, që ishte sekti që vinte nga shoqëritë e Sorosit, G99 e të tjerë, për të eliminuar dorën e vjetër, dhe Edi Rama me shumë finokëri, herë duke i bler dhe herë duke eliminuar, eliminoi dorën e vjetër të Partisë Socialiste. Dhe bëri këtë punë në aleancë të plot me një figurë e cila në dukje ishte shumë me peshë brenda Partisë Socialiste, zotin Ruçi. Me anë të zotit Ruçi eliminoi çdo kënd tjetër dhe eliminoi çdo lloj mundësie që dikush të thotë ky po na eliminon edhe po sjell të vetët. Momentin që u ndjej fort, eliminoi edhe zotin Ruçi, eliminoi edhe çdo kënd tjetër që mund t'i dilte përballë, bleu zotin Blushi, bleu Erion Braçen që e bëri zëvendës kryeministër për ca kohë, dhe tani që ju a kontrollon të gjithëve sepse ju ka dhënë diçka, tani ndihet i plot fuqishëm. Pra çdo kush që hyn Partinë Socialiste nuk ka më asnjë lloj lidhje as me idealin as asaj partisë së merhumit, që të paktën ishte si ishte, po ata ishin njerëz që vepronin me ideal, gabuar në gjykimin tim, po ishte ideali i tyre, dhe kësaj pjesës së re që ai solli. Pra, Edi Rama është në kontroll të klaneve, shpesh herë i ngjall vet këto konflikte. Siç e thash më parë, kishte problem shumë të madh me klanin e vjetër. Fatmir Xhafës nuk ja doli dot, po arriti që ta bëj bashkëpunëtor. Nuk ja doli dot se u tregua shumë finok edhe Fatmir Xhafa, duke u bërë aleancë me Erion Velin. Pastaj mori Fatmir Xhafën krahun e vet dhe eliminoi Erion Velin. Tani ka nxjerr në mejdan zonjën Balluku. Klanet e brendshme kanë qenë, do të funksionojnë, por ka një fajtor, ka një njeri që është në krye të kësaj strukture dhe ai është Edi Rama. Siç është e njëjta gjë për opozitën, ka një fajtor për mungesën e opozitës dhe ai është Sali Berisha. Ilir Meta në një shkallë më të vogël sepse është lojtar më i vogël se sa Sali Berisha. Si mendoni, duke parë të gjithë këta eksponentë që kanë rënë njëri pas tjetrit, duke nisur nga Sajmir Tahiri,
e së fundmi Erion Veliaj dhe Belinda Balloku, si mendoni kush mund ta ketë radhën sa i përket goditjes nga SPAK-u të njerëzve të Edi Ramës, apo ka mbetur vetëm Edi Rama tashmë? Nuk është asnjëherë, nuk ngelet kur fusha bosh në Shqipëri, sepse në Shqipëri ka shumë hajna në struktura qeveritare sa gjithmonë ka vend për të gjetur të rinj. Unë do thoja që nëse do doni të gjeni abuzime të tmerrshme, duhen parë gjithë drejtorët e keshit, që janë sot gjithë milionerë. Dhe atë kanë bërë abuzime me një të mirë publike e cila është strategjike për Shqipërinë me energjinë. Janë bërë çuditëra në kesh, gjithmonë, nga të gjitha palët. Pra, mund të ketë edhe një linjë të tillë. Unë nuk e di se çfarë do të bëj SPAK-u, por analitikisht, nga pikpamja analitike, goditja e zëvendës kryeministres është një sinjal shumë i fortë për qeverinë dhe për kryeministrin, që përkundër asaj që thonte ish opozita që e ka bler Amerikën me Yuri Kimin, gjitha këto tani kanë rënë, i kanë harruar njerëzit, por doli që ishte ashtu siç ju patëm thënë ne njerëzve para shumë kohësh, që nuk ka bler gjë, që ishte një qasja e qeverisë amerikane ishte thjesht pragmatike, dhe tani që ka një qasje të ndryshme, që pragmatizmi amerikan anon kundër luftës ndaj klaneve të drogës, i dalin të palarat zoti Rama. Kështu që zoti Rama ka një llogarit hapur me drejtsinë, nuk besoj që e ka shumë të gjatë jetën politike, ky është një sinjal shumë i fortë, ama ajo që duhet i ruhemi ne shqiptarët, dhe shpresoj që kjo të gjej vend edhe tek titujt që do të nxirrni, duhet i ruhemi rotacionit brenda Paris. Deri më sot, këto 30 e kusur vite, ka qenë fenomeni vrastar i shoqërisë shqiptare. Pseudo rotacioni, ik njëra palë, hajde tjetra nën Okelion ose nën Bajrakun, që po çfarë bëjmë, skemi që bëjmë tjetër. Jo, nuk ka më vend për rotacion, ose vend ka, por atëherë do të pranohen gjitha këto lloj pasojash, dhe ndoshta edhe më të rënda, sepse nëse vazhdon kështu, shoqëria shqiptare po shkon drejt një shkatërrimi shumë më të madh se sa ai që ka ndodhur me theshtatën. Nën këtë petkun e pseudo rotacionit që është zhvilluar në këto 35 vite në Shqipëri, a mendoni si eksponentët e Partisë Demokratike, ashtu dhe ata të Partisë Socialiste, kanë ndarë mes tyre pasuritë publike, siç përmendut ju pak më lart sa i përket rastit të Flamur Nokës, apo rasteve të tjera të cilat janë denoncuar ku eksponentë e opozitës kanë kaluar në qeveri apo kanë marrë poste të caktuara, pra duke e shitur çdo kaos që mund të kenë nisur në opozit. Në këtë rast, pra, a kemi një bashkëpunim qeveri opozit për ndarë pasurinë publike? Absolutisht pa më të voglin dyshim. Dhe po e përsëris, se thash pak më parë. Nuk keni nevojë të më besoni mua si njeri që analizon fakte. Shkoni dhe shihni çfarë pronash kanë ata që kanë qenë deputet, ministra, zëvendës ministra, drejtor, dhe çfarë kanë pasur përpara, çfarë kanë motrat, vëllezrit, kunetrit, baxhanakët, të dashurat e tyre, dhe nga i kanë gjetur këto, si jetojnë këta njerëz sot. Ka njerëz që edhe kanë dalë nga politika dhe jetojnë në luks. Si jetojnë këta në luks, me çfarë të ardhurash? Nga dolën, pse ishin këta biznesmenët më të zot? Pse janë këta dhe kriminalët biznesmenët më të zot në Shqipëri? A ka një arsye apo është thjesht rrjedhoj logjike e shoqërisë shqiptare? Unë mendoj që nuk është ashtu. Unë mendoj që përmenda zoti Noka sepse doli në këto, ose të paktën përflitet në për ambientet e Tiranës që ka dalë në këto përgjimet, por nuk duhet ta ndaj nga të tjerët, nuk ka asnjë ministër, ish ministër, me kokra ndonjë zëvendës ministër, se nuk po duhet i përfshi të gjithë, por shumica zëvendës ministrave, drejtorëve e të tjerë, të cilët nuk kanë përfituar nga postit, të cilët nuk kanë marrë diçka kur kanë ikur, dhe të cilët në qoftë se janë opozit mezi presin të rikthehen që t'ju vidhe një herë, ashtu siç thuhet në mënyrë shumë popullore, zari në dorë. Kjo është mendësia e tyre. Mendësia e zarit, të më vidhe një herë zari në dorë, të rregulloj dhe vllan edhe kunatin, se të gjitha të tjerat nuk hynë më. Pra, në një shoqëri të tillë, në një sistem të tillë, ku harxhohen
10 miliona euro për një rrugë që pastaj shembet, dhe askush nuk thot asgjë, dhe të gjithë dalin me paturpsinë më të madhe të gufuar me silikon dhe thonë që un jam punëtor ose un jam ashtu e kështu. Kjo është një farsë e rëndë, të cilën çdo kush që ka një inteligjencë minimale nuk e pranon dot. Në Shqipëri kjo deri më sot ka ecur sepse propaganda është aq e thellë, por njerëzit duhet të fillojnë të zgjohen. Nuk mund të jetë më ky vazhdimi. Zoti Roj, ju përmendët faktin që Edi Rama nuk e ka shumë të gjatë në drejtimin e qeverisë. Kjo shkurtesë pra e jetë gjatësisë pra do të vi nga spaku, do të vi nga një forcë madhore, në këtë rast siç është Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku mund të përmendim faktin që administrata Donald Trump ka vendosur në sanksione kartelin Sinaloa dhe konkretisht familjen Hysa, ku luftar Hysa, njëri prej tyre, u takua në zyrën e kryeministrit Edi Rama pak vite më parë, dhe tashmë secili ka dhënë versionet e tyre të ndryshme sepse u takuan, por duke takuar një eksponent të tillë të kartelit Sinaloa, vetë Edi Rama a vendoset në rrezën e kuqe të Shtetet Bashkuara të Amerikës? Shikoni, unë nuk e kam mbiemrin Cassandra, kështu që nuk do të bëj parashikime se nga do t'i vi, por mund të bëj një përqasje analitike të asaj që unë mendoj për situatën. Unë mendoj që fundi zotit Rama është i pashmangshëm, se kur do të vi ajo varet nga shumë faktorë dhe nga shumë rrethana. Është i pashmangshëm sepse kjo nuk mund të eci përgjithmonë dhe do të vi një pikë ku ai nuk do të jetë më aq i vlefshëm për strukturat e pushtetit në Shqipëri dhe ata do të jenë të detyruar ta zëvendësojnë. Ka ndodhur edhe më parë. Pra do të vi një pikë kritike. Kjo është pika e parë. Pika e dytë është që duke qenë që zoti Rama ka, dhe ashtu se dhe gjithë të tjerët, ka kontrollin e plotë të gjitha strukturave, e gjithë paria e Tiranës mendon a nuk duhet nënvlerësuar pikëpari, sepse kanë shumë kontroll mbi shumë çka. Dhe ata mendojnë se duke kontrolluar gjithçka që është e dukshme, e kanë të sigurt vazhdimsinë dhe e kanë të sigurt që njerëzit do të vazhdojnë t'i ndjekin. Mirë po, nëse do të më detyronit që të bëj një parashikim, parashikimi im do të jetë që Parisë së Tiranës, dhe jo vetëm Edi Ramës, se Edi Rama është më finok ndër të gjithë ata, por Parisë së Tiranës do t'i vi ndoshta ande nga nuk e pret. Që do të thotë në këtë rast? Që do të thotë që ka disa gjëra që ata nuk arrin dot t'i parashikojnë, dhe mjafton të shohësh se çfarë ndjejnë njerëzit, se çfarë ndjejnë njerëzit duket në pika të caktuara, nëse shkoni dhe i merrni në për intervista, ka njerëz që kanë filluar ta shfrehin dufin, por ka edhe shumë që nuk e shprehin dhe që e mbajnë, dhe në momentin që krijohet dritarja e veprimit, pasojat do t'i ndjej paria e Tiranës. Nuk ka dashuri, populli nuk e don parinë e Tiranës. Mund ta votoj, e kuptoj që duket si paradoks. Mund ta votojnë, mund edhe të marrin parat, mund edhe në diskutime tavolinash ta mbrojnë filanin ose fistekun ose X-in ose Y-in, thonë jo mos e janë tanët e tjerë, por në vetvete të gjithë njerëzit e kuptojnë se sa të ndyrë dhe se çfarë poshtërsish kanë bërë këta. Dhe ka do t'ju vendosjan duke një diçka. Nëse bëhen anketa dhe në anketa njerëzit mendojnë se është anonime, ka një rritje të frikshme të atyre që vlerësojnë kohën e monizmit. Këtu ka shpjegime sa duash, po t'i hym nga pikpamjet profesionale, po ajo që na intereson për temën e diskutimit sot është kjo. Këta janë sjell aq keq sa që ka një shumicë të shqiptarëve që preferojnë atë që ishte që u hoq me dhunë që e zvarritën monumentin e merhumit në rrugë të Tiranës. Preferohet ajo duket si më e mirë se sa kjo që kemi sot. E pra sot kemi më shumë ham, kemi teorikisht lirinë e të folurit. Unë këto që po them sot nuk do t'i kisha thënë dot kurrë në atë kohë, nuk do të më qaste askush afër çdo lloj portali mediatik ose çdo lloj medie. E megjithatë, njerëzit ndjehen më të palirë, ose po aq të palirë, po të themi, ose një pjesë mirë e shqiptarëve kanë nostalgjinë atij sistemi. Kjo nuk flet për atë sistem, kjo flet më shumë për këtë
pocaqëllëkun që kanë bërë këta, tregon që sa i do populli këta. Nuk i do populli këta. Jeni të sigurt. Dhe nuk i voton shumica e shqiptarëve. I voton shumica atyre që dalin në votime. Edhe kjo duhet theksuar. Të kalojmë pak te kampi opozitar. Si mendoni çfarë po ndodh me Sali Berishën, i cili zhvilloi një protestë së fundmi përballë kryeministrisë, por shumë pak demokrat u shfaqen atje dhe duket se Berisha protestat i përdor për presion politik apo sa herë ndihet ngushtë teksa u thirr nga SPAK-u sa i përket dosjes së 21 janarit. E patëm diskutuar të njëjtën çështje në një prizëm diçka më ndryshe në bisedën e mëparshme bashk. Dhe atëherë pata thënë, siç e kam thënë prej vjetra, domethënë disa vitesh, të paktën 10 vjet, që Partisë Demokratike i ka sosur vaji i kandilit. Po t'ja përkthem njerëzve çdo të thotë kjo. Një parti politike ekziston si një formacion që përçon një ide. Dhe pastaj, në bazë të saj ideje, që është e përbashkët e një grupi njerëzish, organizohet dhe bëhet dhe një organizëm elektoral që mbledh vota për të përparuar atë ide, ose grup idesh, ideologji që quhet. Mirë po, Partia Demokratike ka vite që nuk ka më arsye pse të ekzistojë. Në vitin 90 dhe 91, historia e saj nuk është ende fort e qartë, ende njerëzit nuk e dinë që ka qenë pak si më ndryshe historia e saj, por kjo është temë një diskutimi tjetër. Në vitin 90-91, kur lindi Partia Demokratike, kjo kishte një qëllim të qartë, njerëzit e perceptonin si të tillë, ishte rrëzimin e sistemit komunist dhe shndërrimin e Shqipërisë në një shtet kombë të bekat. E mori pushtetin, e përdorin mënyrën se si e përdori, u rrëzua me dhunën 97-ën, po kishte humbur legjitimitetin plotësisht në 97-ën, pavarësisht se rrëzimi ishte i dhunshëm, legitimiteti i Partisë Demokratike në atë kohë ishte pothuajse nën zero, dhe kishte protesta që i përngjanin asaj protestës që cituat ju të para disa ditëve, me 300 vet, 400 vet. Mirë po, Partia Demokratike rezistoi sepse ata që erdhën, Fatos Nano, riinstaluan një version shumë më modern dhe shumë më të prezantueshëm ndaj Evropës të hajnisë. Pra ishin hajna më të sofistikuar, ta që erdhën në krye bashkë me të ndjerin Fatos Nano. Dhe e trajtuan pushtetin në mënyrë të tillë sa që njerëzve u erdhin majt hundës dhe atyre, dhe me idenë e rotacionit, me idenë që ka ndryshuar çështja, që do të marrë të rit dhe do të qeverisë në mënyrë të ndryshme, Sali Berisha arriti të bind jo tamam shumicën, se po ta shohim ashtu nuk fitoi shumicën, por me anë të LSI-së dhe të mekanizmave elektoral arriti që të marrë një shumicë të qëndrueshme 2005-2009, të cilën e rekuperoi gjithashtu 2009-2013. Qeverisi në të njëjtën mënyrë dhe u përpoq të imitoj në mënyrat e veta qeveriset e mëparshme, derisa ju erdhin majt hundës njerëzve dhe sollën Edi Rama në pushtet, i cili tani më ka kapur të gjitha levat. Pse e bëra këtë lloj historie? Sepse në këtë pikë, në momentin që humbi zgjedhjet e 2013-s, Partia Demokratike në radh parë një u shit nga Sali Berisha, është shitur njeriu të sjell posaçërisht për të marrë leadershipin, prandaj dhe nuk pati garë reale. Të gjithë ata që janë brenda Partisë Demokratike e dinë, nuk kishte garë reale, dihej. Ndërkohë që ju thuaj njerëzve që gara do të jetë reale, unë nuk do të marr në telefon, njerëz të gjithë kryetarët e degëve merrnin mesazh SMS me emër të kryetarit historik ku thuaj që të votohet për Lul Bashën. Pra Lul Basha ishte i dërguari, kjo ishte marrëveshja. Këtë nuk keni nevojë ta dëgjoni nga unë, dëgjoni çfarë ka thënë Sali Berisha kur u shpall non grata. Ditën e parë që u shpall non grata doli një konferencë për shtyp, jo ka thënë kolegëve tuaj dhe ka thënë marrëveshja përfundoi, unë tani jam rikthyer. Kjo pra ishte marrëveshja. Marrëveshja ishte shitja atyre demokratëve, 300-400 vetëve që dolën edhe para 2-3 ditësh. Kjo histori e gjatë për të thënë këtë, që nuk ka më arsye ideologjike. Tani më është një strukturë kriminale, është një trust kriminal në mbrojtje të familjes Berisha, në mbrojtje sidomos të budallallëqeve që ka bërë i biri, por edhe të hajnisës së bijës. Ashtu siç kanë bërë edhe këta tjerët sot. Pra nesër kur të bjerë Edi Rama do dali që edhe familjarët e tij, e shoqja sidomos, po edhe të tjerë, nuk kanë qenë jashtë sistemit të pushtetit. Gjithë këta kështu funksionojnë.
Pra, nuk kam arsye pse të mlidhen njerëzit. Kë frymëzon më Partia Demokratike? Cila është arsye ekzistencës së saj përveç se të sjellë një palë drejtor të rinj, të cilët e hapën, të cilët e hapën me dhunë selinë e partisë? Ata ishin drejtorët dhe pjesëtarët e trustit kriminal, cilët fatkeqësisht vinë nga një zonë shumë e nderuar e Shqipërisë, që është zona veri lindore, prandaj unë e quaj trusti i gështenjave, që nuk ka të bëjë me njerëzit e asaj zone. Janë njerëz të nderuar, janë njerëz atdetar, janë njerëz që i kanë dhënë UÇK-s, por fatkeqësisht Sali Berisha i ka përdorur si vegla dhe ju ka dhënë poste dhe tani më i përdor si pjesëtar të një grupi kriminal. Ky është realiteti i Partisë Demokratike. Pra ka rreth ti Sali Berisha sot ka vetëm njerëz të cilët i ka thyer disa herë. Ka edhe një grup, nuk dua t'i quaj idealist, po s'dua t'i quaj as budallej, se duket sikur po i injoroj, po të cilët ende besojnë në një vegim që do të rikthehet në pushtet, që ky është personazhi i mirës. Mua për këtë të fundit më vjen keq se to kishin qenë njerëz shumë të vlefshëm në një sistem normal, po kanë rënë pre e dashurisë për liderin dhe si të tillë e kanë vënë veten në të njëjtin plan me trustin kriminal të gështenjave. Si mendoni, a do të përballet me drejtësinë Sali Berisha sa i përket qoftë dosjes 21 janarit, e cila është rihapur pas vendimit të gjykatës së Strasburgut, por qoftë edhe tragjedisë së Gërdecit? Duke qenë që kur përmenda Edi Ramën u kujdesa që të fus brenda edhe Sali Berishën, doja që të bëja të njëjtën gjë me procesin e 21 janarit. 21 janari ka shumë drejthije brenda, dhe jo të gjitha drejthijet kanë të bëjnë me Sali Berishën. Pra, 21 janari ka shumë çka, ka shumë njerëz të cilët janë të interesuar që të mos hapet ai kazan i të pëgërave, sepse aty brenda ka shumë çka. Aty brenda ka thirrje për dhunë, aty brenda ka gjithçka. Sigurisht që për sa i përket atyre 4 dëgjorëve që u vranë në bulevard, nuk ka asnjë shans që garda të ketë qelluar pa urdhër, ose që ta ketë dhënë urdhrin vet, Andrea Prendi. Besoj që shanset janë zero. Sigurisht që do duhet që drejtësia t'i vërtetoj këto, por sjellja e Sali Berishës më pas, duke thënë që çadrat me pistolet, do të thënë gënjeshtrat të një lloji që ishin sa për të kaluar ditën, ishte sa po të kalonte dita. Sigurisht, ndoshta ishte nën presionin që pala tjetër ishte bërë gati të bënte një kundër revolucion, po kjo nuk e justifikon gënjeshtrën shumë të ulët, që jo çadra me helm, jo gjëra të këtij lloji, ndërkohë që ishte dhënë urdhri, ndërkohë që tani më ka gjurmime të cilat na tregojnë që është dhënë një urdhër, është qelluar nga brenda kryeministrisë dhe ka qelluar garda, janë dhe pistoleta, është dhe pistoleta e Andrea Prendit që është gjetur e tillë. Pra, për t'ju përgjigjur drejt për drejt pyetjes tuaj, në Shqipëri asgjë nuk i dihet. Interesi i mafias që kontrollon Shqipërinë është që kjo të mos hapet, dhe këtë nuk keni nevojë ta dëgjoni nga unë. Pyesni familjarët e 21 janarit, çfarë thot ajo e shkreta zonjë që është bërë zonjë tani, ishte zonjush në atë kohë, ishte fëmijë, Ana, të cilës i vran tjatin. Unë besoj që dhe ajo ka humbur tani më besimin që njëra palë ka qenë e mira dhe tjetra palë kanë qenë të këqit. Ajo e di kush ja ka vrarë tjatin, po e di që dhe pala tjetër ka një dorë të rëndë aty brenda, ka një pisllik shumë të madh, të cilën të gjithë duan ta mbulojnë. Dhe nuk ka karafil që vendoset në bulevard që e mbulon erën e të pëgërës të dyja palëve. Po sa i përket dosjes së Gërdecit, a do ketë një lëvizje nga drejtësia shqiptare, apo gjithçka është mbyllur me atë rrahje shpatullash të Edi Ramës në atë kohë që ishte kryetari i opozitës dhe Berisha ishte kryeministër, dhe i gjendur në ato kushte dhe i zënë ngusht Berisha me njëherë pas tragjedisë Gërdecit në 2008, më 21 prill të këtij viti, bëri dhe ndryshimet kushtetuese? Shiko, ndryshimet kushtetuese do të kishin ndodhur me ose pa Gërdecin, le të mos kemi ndonjë iluzion për atë punë, sepse interesonin të dyja palëve dhe kishte bisedime edhe përpara Gërdecit. Gërdeci i dha një shtysë më të madhe, sepse njeriu që
ftoi Gërdecin, që ishte ortaku i djalit të ish-kryeministrit, pra i Sali Berishës, është sot një nga njerëzit që merr leje ndërtimi në Tiranë nga Erion Velia. Pra, si ta shpjegojmë ne këtë? Mund ta shpjegojmë se është një përkim, një koincidencë, si i thon me gjuhën moderne këta të rinjtë e sotëm. Por unë mendoj që nuk ka përkime. Në atë kohë ai ishte një nga njerëzit që ndërtonte më shumë në Tiranën, e drejtuar nga ish kryebashkiaku Rama. Pra këtu të gjithë kanë nga një dorë, të gjithë kanë edhe një herë, edhe një aferë tjetër ku duket që këta janë gjithë bashkë. Të gjithë kanë interes që t'i mbyllin këto çështje, t'i përdorin politikisht për t'i hedhur hysyve njerëzve, po për t'i mbyllin. Unë nuk kam fakte që të dalë dhe të gjykoj kënd, por nga ato që dihen publikisht, domethënë nuk kam fakte për te atyre që dihen publikisht. Ajo çka dihet publikisht, dihet që tek Gërdeci kishte një bashkim forcash të ndryshme, dhe po u hap çështja e Gërdecit dhe një herë tjetër duhet hapur edhe aksidenti ndaj zotit Trebicka, duhen hapur ca gjëra të tjera, duhet hapur nëse flasim për periudhën e Partisë Demokratike e qeverisjes, duhet hapur vrasja atyre 4 policëve, të cilët u vranë duke gjurmuar një të kërkuar të drejtësisë, i cili ende sot është tregtar i madh i drogës dhe nuk e përmend me emrin asnjëri. Njihej në atë kohë në emrin Ben Qimja, ende sot ashtu njihet, dhe unë nuk kam se t'ia fsheh emrin, po dihej që ata po gjurmonin atë dhe dikush i vrau, pra dikush i dekonspiroi, pra mund të hapen gjëra të tilla. Kush dekonspironte për shembull gjithë operacionet antimafia ose antigrupeve kriminale në Ministrinë e Brendshme në atë kohë. Mund të hapet edhe kjo çështje. Mund të hapet si ka funksionuar policia e shtetit në kohën që nga fillimet e post 97-s, edhe post 97-s po themi, e deri më vonë, e duhen parë drejtorët, pse janë emëruar, si janë emëruar, kush i ka hequr, pse i ka hequr, cilat kanë qenë lidhjet e të tjera. Pra po t'i hyet thellë shtetit shqiptar, gjinden lidhje të tmerrshme me sindikatën ndërkombëtare të krimit. Zoti Roj, do t'i hyet për ta përfunduar, më fal se e zgjata. A do t'i hyet apo jo, kjo është një vullnet politik. Unë mendoj që paria nuk e ka këtë vullnet, ndaj dhe unë argumentoj me forcë që duhet të jenë shqiptarët që ta mbyllin këtë kapitull. Jo për të hapur librat e të kaluarës, por për të filluar librin e ri. Zoti Roj, sot shënohen 12 vite nga aksidenti tragjik i Sokol Oldashit, i cili humbi jetën në këtë aksident. Ju si mendoni, a do të kishte qenë ndryshe Partia Demokratike nëse Sokol Oldashi do të ishte gjallë, apo gjithçka do të vijonte në skemën e Paris-Tiranës? Unë nuk dëshiroj të flas personalisht për personin Sokol Oldashi, sepse e kam njohur dhe e kam pasur mik. Nga pikpamja e gjykimit politik, ata e kanë bërë të tjerë, për sa kohë që ka të tjerë që e bëjnë gjykimin e politik të figurës tij, unë do thoja në përgjithësi që është një personazh politik, ka qenë një personazh politik me drithie. Cilat janë ato drithie, nuk kam dëshirë ta them sot, nuk do kisha dëshirë ta thoja, por mund të them me plot gojën që ata që e dinë se si vdiq Sokol Oldashi duhet ta thonë. Ky është detyrimi i tyre. Duhet vërtetohet se si ndodhi ky aksidenti, si ndodhi që iku dheri, u hoq dheu i makinës, si ndodhi që në një makinë të tillë, çfarë faktesh ekzistojnë e të tjera. Pra, unë besoj që veprimet hetuese më mbrapa kanë qenë të gjitha të lidhura me mbylljen e rastit, dhe fakti që u shpall ditëzie të nesërmen dhe u varros brenda 12 orësh, lë për të menduar. Unë besoj që edhe familja e di, po ndoshta kanë arsye të mbrojtjes së të pasardhësve, për të cilat ata nuk shprehen. Po kjo është spekulimi im, nuk duhet ta them si fakt. Nuk e di, nuk kam të dhëna për atë punë, po preferoj të mos flas për figurën e tij politike. Le ta vlerësojnë të tjerët. Duke mbetur te aspekti politik, a mendoni se ai mund të ishte, po themi, ajo figura politike së cilës sot i mungon realisht Partisë Demokratike për të bërë atë oponencën e dur përballë një qeverisje të atill si ajo e kryeministrit Edi Rama? Nuk do të flas për personin Sokol, do të flas në përgjithësi që çdo kush që del nga radhat e Paris-Tiranës,
duhet thyet, duhet bëj 3 ose 4 ose 5 ose 10 poshtërsi të vogla, dhe 2 është tërësisht i kontrolluar nga struktura që e nxjerr në krye. Dhe si pasojë kjo jep pastaj përgjigje pyetjes tuaj. Çdo kush që del nga ajo strukturë është i farktuar mirë. Ta janë gjithë mjeshtrat politikës, nuk lejojnë këta dal njëri që t'ju dal nga dora. Dhe në këtë kontekst atëherë i bie që çdo kush që del është i kontrollueshëm. Deri edhe Edi Rama që duket sot si i paprekshëm, edhe ai është i kontrollueshëm. Edhe ai ka fijet e veta të dobta, cilat ja din ata që kontrollojnë sistemin, ja din mjerisht për të edhe disa të tjerë, edhe të huajt, sepse i ka dosjet e mëdha në perëndim, dhe atëherë kjo është përballje midis Paris-Tiranës dhe interesave për ligjshmëri, të cilat ndihmohen nga partnerët e Shqipërisë. Zoti Roy, unë ju falenderoj për gjitha mendimet, opinionet dhe analizën këtu në Agora News. Ju falenderit juve për ftesën. Kënaqësi. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.